Kryeministri Edi Rama ka vendosur të japë një tjetër drejtim listës së kandidatëve për zgjedhjet e ardhshme, duke njoftuar grupin e tij parlamentar se deputetët aktual nuk do të kenë një vend të garantuar në listë. Duhet ta bëjnë ata që kanë më shumë eksperiencë dhe që kanë marrë më shumë nga votuesit dhe nga Partia Socialiste të parët. Patjetër që në listën e hapur do të ketë dhe plot të rinj, dhe plot të reja. Vetmi që do të kenë një vend të sigurt në listë do të jenë drejtuesit e politikë të qarqeve për të shmangur konkurrencën e pabarabartë dhe për të siguruar një strategji më të qartë në fushat. Rama theksoi se në listën e re do të përfshihen më shumë figura të reja, duke quajtur këtë një transfusion gjaku për partinë. Kjo është shumë e rëndësishme dhe nëse ka një gjë që ne na ka mbajtur gjithmonë në kal, është se kemi pasur gjithmonë kapacitetin të ndryshojmë, pa pritur që të na hedhin njerëzit në kosh, siç na hodhën 2005, që pastaj ne të fillojmë ndryshojmë. Që nga 2009 dhe deri më sot ne kemi vazhduar të ndryshojmë dhe kjo ka qenë dhe kjo është ADN-ja e Partisë Socialiste. Në mënyrë të papritur, Kryesocialisti la të hapur mundësinë që të mos kandidojë fare në listën e deputetëve, duke thënë se ende nuk ka marrë një vendim për veten. Kështu që kush është në listën e hapur duhet të jetë një garë shumë të barabartë. Ndërkohë që vendimin për veten time nuk e kam akoma të marrë plotësisht, se mund dhe mos janë fare në listë, duke qenë deputet i gjithë për detyrën që kam dhe për mos i zënë vendin askujt. Kjo është pak a shumë pamja sot, ndërsa për sa i përket deputet TV, po shkojmë drejt të njëjtit princip, por do shohim deri në fund si do materializohet të gjitha deputetet që kanë qoftë një mandat do të jenë në fushë. Përpse? Për faktin se me sistemin e ri që kemi, gara është e balancuar, burrat garojnë me burrat, gratë garojnë me gratë. Dhe një gjë në fund fare. Rama e cilësoi datën 11 maj si një moment kyç për Partinë Socialiste dhe për të ardhmen e Shqipërisë në procesin e integrimit të Bashkimit Evropian. Dhe kjo është dritarja e hapur që Shqipëria nuk mund, nuk duhet dhe ne nuk do të lejojmë që ta humbë si mundësi. E vullnetit popullor për t'i dhënë mandatin e 4 të Partisë Socialiste me një mbështetje si asnjëherë më parë, në mënyrë që ne të mbyllim procesin dhe që të mos kemi asnjë luhatje, asnjë ditë të humbur, jo më të humbasim muaj, se nëse ne do humbasim muaj, dritarja do mbyllet. Ai argumentoi se Partia Socialiste është e vetmja forcë politike që mund të flasë me aleatët ndërkombëtar NATO dhe BE, ndërsa opozitën e quajti një kënet që nuk mund të ofrojë garanci për këtë proces. Nuk ka kapacitetet të tjera, jashtë kapacitetet Partisë Socialiste që mund të flasin me botën sot, as me Europën, as me NATO dhe as me askënd tjetër. Nuk ka. Dhe pa u futur në Bashkimin Evropian, pa u bërë antar të Bashkimit Evropian, mbetet absolutisht shumë e rëndësishme dhe kush qeverisë në Shqipëri. Ky vendim vjen në një moment kritik për Partinë Socialiste, teksa gara e brendshme për listat e kandidatëve ka krijuar tensione mes deputetëve aktual dhe figurave të reja që synojnë të hyjnë në politikë.